Si foli Skënderbeu, të gjithë princerit e kapedanët, duke marrë zemër nga kjo fjalë dhe duke kërcyer. E vrumulosur nga gëzimi, bërtitën vetiu një zëri, se du I vënë përpara armiku me tërë zotësinë dhe me tërë fuqitë që kishte. Pa kursyer as edhe gjakun për të mirën e fesë katolike. Për shpëtimin e dheut, për prak prekshmërinë e Skënderbeut. Se duhej lëshuar me trimëri e pa frikë, kundër kampit turk, se I duhej shkuar pas me një mendje dhe me një zemër, dhe se I duhej bindur në çdo gjë Skënderbeut, prijesit, kapedanit, qerimtarit, prindrit dhe mbrojtësit të ateut, dhe të gjithë. Dhe kështu të gjithë ja besuan, dhe ja lanë veten bashkë me tërë forcat dhe ushtrinë e vet në dorë Skënderbeut. Pas u vendos dhe u caktua me urdhër që të mbidhej nga çdo anë një ushtri, sa më e madhe dhe sa më e fuqishme. Skënderbeu, gjatë kohës që po kryej kjo punë, dhe pasi e bisedoi çështjen me disa të pak, u nis I veshur me mallut të zakonshme, ushtaraki, dhe me rroba më shumë të thjeshta, pa vonesë për në qytetin e Romës, me qëllim që të kërkonte ndihmë dhe për krahje nga kreu suprem dhe nga mbledhja e etërve. Në atë kohë ishte pap Pali I dytë. Ky kur e pas Skënderbeun, atë burr me emër të dëgjuar dhe me autoritet, që po I dilte përpara, e priti me fytyrë që shëndriste nga gëzimi dhe nga dashamirësia dhe e mbyti me dhurata e me nderime nga më të mëdha. Pastaj e shpuri në konsistorium, siç e quajnë mbledhjen e etërve, ku Skënderbeu mbajti para tyre këtë fjalë. Kush nga të vdekurit po krye valltari më I lartë dhe më I shenjtë I Romës, po etër fort të nderuar dhe të fuqishëm, do të mundte jo ta shprehte me gojë, por as ta merrte me mend lartësinë dhe madhërinë e këtij vendi dhe të kësaj selie. U qëndroni ju, ka asnjë pjesë, asnjë çip të saj, vetëm mos shkëlqej, vetëm mos ndrisi tëri, nga çdo anë, plot shenjë të ri dhe hyni. Këtu së pari, ai pjetri, më këmbë si fort I lumur dhe I shenjtë I Krishtit. Këtu Pali, më sonjësi I shquar, Ena dhe I shenjtë I Krishtit. E zgjedhur dhe burizani I fesë së krishterë të gjithë botës. Këtu sa e sa burra tepër të shenjtë, krye valltar dhe etër të pacënueshëm, të dërguar nga Perëndia, kanë kaluar jetën beqare dhe hynore. Këtu kanë dënjur sa e sa mbretër dhe princer të pathyeshëm e lavdi plot, të cilët të pajisur me çdo virtyt e shenjtëri, si dhe plot me dituri, kanë ngritur lart, kanë nderuar e zbukuruar tërë botën dhe fen katolik. Këtyre pastaj në këtë moshë kaq të artë, kaq të lumtur, I lindur me fortë se sa I zgjedhur, me ndonjë gjykim apo pëlqim vdekatarësh, për këtë kulm nderi, u zure vendin sigurisht me vullnetin e Perëndisë, ti, koka e shenjtë e Romës. Këtë ishte ylli më I ndritur, nderi më I lartë, shkëlqimi më I madh I gjithë besës dhe I fesë sonë. Këta çoje emrin e krishterë në vise edhe më të larta, dhe ta mbroje nga çdo tërbim barbar. O atë fot I lumtur, e madhe padyshim ka qenë që përpara shpresa që zemra dhe mendja jote jo vetëm të barazoje, por edhe të dilte në krye mbi të gjithë. Ti ke si çdo zemër, pastërtinë e jetës, lartësinë e mendjes dhe të urtësisë, bujarinë e natyrës, përvojën e jetës. I ke përqafuar nga çdo anë e mban në dorë çdo gjë të fuqishme që ka në gjithë natyrën, çdo gjë të admirueshme. Kështu, edhe ketë kush kurdoherë mundësinë të nxjerrë prej teje, si prej ndonjë thesari. I lumtur jam unë, që po të shikoj ty sot,
po të drejtoj fjalën, po të admiroj, dhe s'mund të kish gjë më të këndshme. Gjë më të dëshirueshme se sa kjo për mua, në gjithë jetën time. Por edhe më e lumtur sigurisht është Republika Romane, e cila sheh, provon, e gëzon në personin tënd, prijasin dhe barin e vet. Dhe kjo s'mund të dëshirohet, aq më pak. Të gjendet një bar tjetër, më të mirë dhe më të denjë. Edhe nuk dia të admirosh në një bar të tillë, atë hije të rënd, atë lavdërosh dashurinë e tij ndaj të gjithëve, apo të mbetesh gojë hapur për madhërinë dhe gojtarinë e tij. Ky që ti përmbledh të gjitha, me një fjalë, për asgjë tjetër nuk shuhet më tepër, sesa për spikatjen e gjithë virtyteve të veta, sepse ky jo vetëm që do të arrijë lavdin e gjithë të parave dhe të kryp e etërve të tij, të mëparshëm, por edhe do të kaloj dhe do të lërë shumë prapë. Le të galdoj, le të kërcej nga gëzimi çdo gjë që ndodhet kund me emrin dhe shkëlqimin e Krishterë. Le të gëzohen njerëzia, le të buças nga gëzimi kisha e Perëndis gati e dërmuar, e cila me anën tënde është duke marrë përsëri frymë e gjatë. E do kjes më frikë nga asgjë e sigurt, me buzë në gaz. Le të përbus çdo dallë të detit, gjithë rreziqet e tij. Aniza e Pjetrit e arriti të ketë si drejtonjës, si kapetan ty, që përpiqesh kujt herë për të arritur e madhuar fen dhe ungjillin e Krishtit, që kujdesesh me të madhe dhe me shumë mira, si bariu më i mirë dhe kryepari më i ditur që je, jo vetëm për dhënë të tufën, të besuar ty nga Zoti, por ri gjithashtu, ditë e natë pa gjumë, e derë të tjerës, edhe për dhënë të huaja që janë duke vëndur, të shpërndara e si zënë vënd gjëkundi, për të sjellë mbledhur në vafin tënde dhe në gjithë të kishës. O Perëndi e madhe, përse të mos e kem atë gojtari, atë fuqi të folur në të cilën të mundja nuk them t'i shmonja virtytet e tua si pas meritës, sepse ato janë më të mëdha se çdo lavdi, por të pakën të mos e nxirrnja më të vogla, dhe në mos ta kryenja plotësisht detyrën, të paktën ta shuaja të etje time kaq të madhe dhe të këndshme me ndonjë farë lëngu. Por edhe sigur ta kisha, o atë fort i lumtur, të fuqi, nuk do më vlente mua sot këto tufane, këto rreziqe kaq të shumta, e fort të mëdha, dhe të cilat nuk i di se prej çfarë të zi, unë sidomos i vetëm ndër gjithë, jam hedhur e zhytur së bashku me ngjindjen dhe popujt e mi. Nuk lejon, nuk duron me meti, ai prijes shumë i ego i tuqve, që unë të ri më gjatë së bashku me ju, o etër fort të shenjtuar, ju shoh, ju admiroj juve, prijes të mi, Perëndi të dheut dhe yjet të gjithë botës, sepse ai, duke ndjekur gjurmat e të parëve të vet, ushtronjës dhe përhapësi, i kopshëm i asaj doktrine fort të ndyrë, Muhamediane, po e sulmon çdo ditë vathën tuaj, po e ndjek, po e shpartallon. Dhe duke mos u kënaqur me të zezat, me vrasjet dhe rëmbimet që bëri në Azi, duke mos u nginjuar me gjakun e Krishterë, që para pak kohë e derdhi aq të shumtë. Në Evropë, ta që e ngjiu e përliu dhe molepsja të gjithë me emrin e Krishtit, e fliqi, tani po përpiqet të më shëmb dhe të më qëroj mua dhe gjendjen time si pengesën e fundit, që i kam mbetur për të ndeshur. Këti, po që se nuk do t'i dalësh me një herë për para, për të ndeshur, po që se nuk do t'i kundërshtosh me shënjëtrin dhe mirësin tënde, jo atë y kryeparëve të Krishterë, po yll e dritë fort e shkëlqyer, atëherë çdo gjë është e rrezikuar. Dhe mbretëria ime vjet në rrezik, se populli i periut, i shkuruar nga gjithë ato luftra, nga gjithë ato njerime, për shëmbur tani më ka mbaruar.
Prandaj unë u hodha gjërë këtu, o jetër fort të shëjtruar. Erdha vetë tek ju, duke lënë në shtëpinë time zjarin më të madh, armikun mu të dera, i cili po shkatron, po shëmbë, po rjepe po heq në robëri, jo vetëm gjindjen time dhe tërë vendin tim, por po mban të rrestuar me një ushtri të panumër, dhe vetë qytetin e kryes sime, zemrën dhe kokën e vendit. Dhe as që ka ndërmend të heq dorë prej tij rretimi, para se të bëhet zot me ndonjë farë mënyre i vetë qytetit. Dhe do të bëhet kam frikë, jo se nuk do të vrakoj. Dhe vinë në ndihmë madhëria jote, sepse ai e ka sjell ata në qytet, në gjendjen më të vështirë, për çdo gjë dhe në rrezikun më të fundit. Mendoni pra ju lutem, o jetër fort bujar dhe të shenjtë. Derisa ka kohë, merrni masat dhe kujdesoni për mua, ashtu siç e do puna. E vërteta është se i duhet prerë hovi sulmit edhe mbrunës së Tiranit, të Kopshëm, se i duhet vënë frerë tërbimit dhe urisë së tij, se ai është rritur e forcuar aq shumë, sa që tani më guxon, i ka nosët me gjithë të zezat, më ekstreme Republikës së Krishterë dhe Kishës së Perëndisë Efes Ortodoksi. Por gjë më të madhe, gjë më të keqe, më të rëndë, po presim ne. Ai ka provuar tani më, kundër popullsisë së Krishterë, kundër vatës sate, gjithë provat e egërsisë. Ai e ka dhënuar, e ka shëmtuar tani më dhe ka thallur për turp të Perëndisë dhe të njerëzisë aq fort besën dhe fen tuaj, sa që nuk kam më pak zor unë ta them, dhe sa ju turp ta dëgjoni. Shikoni para syve të të gjithëve, sillet jo ndonjë e keqe dyshim, por e qartë. Shikoni o jetër fort të madhërishëm, azin, të shtruar pothuaj të gjithë në këtë armik të Kopshëm dhe fort të ndyrë. Grekët gati të shfarosur për ti, princerit Rashian, tribal, dhe thrakas të përmbysur, ilirikët të zbutur, Peloponezin të futur në zgjedhje, me pjesë të madhe të Maqedonisë dhe të Epirit të plaçkitur, të djegur e të shkretuar. Vetëm unë kam mbetur, o atë fort i lumtur, me një shtet të vogël e të pafuqishëm, aq tepër i dërmuar për gjithë këtyre betejave, aq keq i shkuruar për gjithë atyre përleshjeve, sa që s'ka më në trup asnjë pjesë të pacënuar, që të mund të mbaj plak të reja, dhe asnjë pik gjaku që të mund të derdhet më për Republikën e Krishterë. Këto janë thërimat që kanë mbetur nga gjithë ata kryetrima dhe kapedan në Maqedoninë pjellore, atë mëm mbretërish, të cilët ky barbar i pa besë, po përçpiqet me tërë fuqit, me tërë dhelpërinë dhe zgjuarsinë. Ta zhduk dhe ta shuaj. S'ka më njeri që të mos di, që të dyshoj. Ti ke dëgjuar. O krye fort i shenjtruar. Ju e keni marrë vesh, o jetër fort besimtar, se sa luftra, se sa fushata, kanë bërë të parët tanë me tërë ato ushtri kundër këtij mileti të pabesë. Unë pastaj, që si pasardhës i natyrshëm, dhe me ndihmën e Zotit që më ruajti dhe më shpëtoi, zura vendin e tyre në mbretërinë. S'ka mundur t'ja fal ndonjëherë vetes, asnjë kohë, asnjë ditë, për qetësinë apo pushim. Por tërë jetën e kam shkuar, duke zhvilluar nga hera, luftra shumë të mëdha, me këtë gjendje të prapë. Veçanërisht me këtë Mehmet krejt të tërbuar e shnjërzor, cili ka shkaktuar aq të zeza, aq mirim shtetit tim, ta që s'më mbetet gjë tjetër, veç se t'i jap për turp fijen e barit, siç i thonë në fjalë fitimtarit. Gjerë më sot, unë kam qëndruar, kam rrugtuar, dhe me ndihmën e Zotit gjithmonë, po thuaj, kam dalë shëndoshe mirë dhe fitimtar. Por tani, pas gjitha atyre të zezave që më kanë dërmuar, pas gjitha atyre përleshjeve që më kanë shkuruar, pas gjitha atyre kapetanëve, pas gjitha atyre popullsive që kam humbur, unë jam shkundur aq keq, saqë përveç zemrave krenare, s'më kam mbetur asgjë, po thuaj, ka fati i parë i dikush. Dhe ky barbar, ka që ndoshta kështu, e kërkojnë mëkatet tonë, i ka rritur fuqitë e veta,
dhe e ka zgjedhuar mbretërinë. Më shumë se ç'mund të thuhet. Për këtë arsye, po yll më i ndritur i gjithë botës. Dhe krenaria më shkëlqyer e fesë së Krishtit. Unë kam ardhur si lutëse me respektin e duar. I bie në këmba dhe risati. I bëj thirrje emrin tënd, të kërkoj ndihmë dhe për kraj. Jepi tani më pëlqimin tënd, pa atë fortishoj. Merri masat që unë të mund të bëj ballë gjithë këtyre stuhive, dhe tufaneve të luftrave, dhe t'u dalë kështu mban, pa rrezik të sigurt të jetës time, dhe pa humbje të gjës sime. Dhe besën tuaj fortëshojnë, po jetër fortëshojnë, ta ruaj e ta mbroj, kundër dhunës, ujë së ti tirani, krejt mizor. Për hir të kësaj bese, unë kam hequr gjërmë sot vuajtje më të mëdha. Do të bëj pli dhe veten në të ardhmen. Dhe s'ka vdekje apo rrezik që unë ta shmangem ndonjëherë në jetën time, kur është puna për të mirën dhe nderin tuaj. Kur i dha fund fjalës së vet Skënderbeu, u prit me një simpati aq të madhe nga të gjithë, dhe u trajtua me një mënyrë aq bujare, plot nder. Ta që çdo gjë që kërkoi nga pontifiku suprem e nga etërit, pati fare lehtë dhe ju dha sa më mbujarisht. Pasi mbaroi kështu, shpejt e shpejt, nderuar gjithashtu me dhurata e çmime shumë të mëdha, ngarkuar me një sasi të madhe ari të argjend, dhe me pare të madhe, u nisi kënaqur e tërgaz, sa ndemi për në e pirë dhe u kthye tek të vetë.